Me herë folëm thove më ka dek gruaja, po? Po. Ka dek pas pavarësisë. Një javë ditën ditë. Edhe ato qyre. U ardhë nona sajna me djale, me reje, me nipa, për ditë pavarësisë këtu në Prishtinë. I kish pas thonë djalit, vete haxhien se po kom qef me shku me nonën. Se u unë zotë qëtërnës e Cicilijës. Po më thotë djali, qështu, nona po ka qef me shku me nëndë vete dojtë. A shani në shkollë. Ajo kone dilë. E hanë një, e marrë 2, e mërkur 3, e ajtë e 4, e ku morë një traktor drum. Edhe u qumë, ajo konë tajten në këshëm. Po më thot djalli, bob, nesër ka me shku me ma nonën. Tash po lirë në të rrimër mirë, dimën, punë s'ka kurë në të rrimë. Jo, dhe tha, më ka thonë, hajde merëm edhe i kom thonë që i vitë marë. A shani. Djalli u shku ka morë nonën e vetë, unë më shku në gjami, kom falë dreken edhe kom moni sharragji, me shkurtu drutë. I kom shkurtu ato drutë, ta moni kom krye, erdhen djalli me 9 vetë pëje, dojve të vetë. Si u hina bërë, i ka parë drutë, dgomilat atë, u haxhi tha, lukë, tha e paske, po tha, shko mërma një kolisë të vlau jemë. Me fshi? Pastru? Me bojta të dru, kolisën, me palu në shumë. Po, me të një mu ty, po. Po. Ta shka dalë për gru, hirë mrana, po shosën, tu në abortuan është. Kërkosh të thotë kur gjo? S'ka kush, qka në thotë, i ndrejshë masë. Valla e tha, s'moj me po, kështu. Jo më shku, ku mor atë kolicë, e ku pru, djali i grake kolicës, unë i një mojshta me nërku kapak, ajo me dur të veta 5 metra dru, i ka paluë. Njestri të uquë, i ka pësujë se, a borën këshët madhe kam, fletë dushkit kur s'kallon. Gjomonu kone. Shtunën, ju më quë, ku morë avdes, i ku falë 2 reqatin. Qatë dhëmë, qatë po, ajo ka pas krevetin e vetu në temin. Edhe ju më shku në gjami, ku më falë sabohin. Ju më këthyë në shpi. Po zakonisht, kur arësna, kjerave ditë të shpija, to e gjithë në qutë. Po ditë ajo e dektë. Përso të zotit terit e krytë, ju më shkuë, e ku më këshyrë më goqë që po flenë mirë. Ashtë mos t'ja prishi gjumin. Vese e të rënë e ku mjekë dhe ju më hinjë në krevet temë. Po pritë që po quat, s'ka. Dikur u sol troka. Thomë kjo veç e dektë mundët më konë. Qornat e preki dros, Allah alem, kur i kish dollë shpyrti ty në kumni. E nuk ish ka laj njerin e shtuash me gjithë dikën. Sepse e asohon smut, të më thonë, s'ka pas një problem, ku me ditë sa. Jo e s'ka pas, ku farë problemi. Po, caktimi Allahit. Ku e preke ka qanë? Ka qanë. E të laj bona zotë gjallit e... veç ka lajsish. E ronë, ha? Allah e ronë. Me pra ka dek 2008-ën, për bje ka që dhe vjetë me i tu pa tonë, qysh? Që 15 mujë. Po, elhamdulillah, për zotit mirë jam. Apo të fillimin vështirë pak me i tu pa grua, se mësu me thonë,
e mirë të keqe të kohës që një kalu bashk. Po qyre, edhe kallaj së është, unë i përballoj. Me ndihmën e Allahit. Je sabërli, a? Pa qeter duhet më konë sabërli. A i konë burë i shtirë? Po qyre, shqiptar bash të hatë shumë s'ka kërkun. A mo me dalu pak, dëgosh me urte, dëgosh ma... Ja, i tepër të s'jëm konë. Atë këtu, thash, bezbeli, mundët me gabu njerë në herë, se... Jeni dash me zvithe? Elhamdulillah, për Zotit, fort mirim konë. Kena pas gjuhë të bashkët. A të kanë gua ja ma ty shumë, ma shumë ty, a ti ato kanë gu ma shumë? Jo, vallaj, unë aty këtu e ku karo mirë. Jo gjithë, ha? Ja, ajo më ka ngu, vallaj. Faleminderit, pesoj, Allah, inshallah, ka mora me shpirësaj se Beli u konë me venë. Po të dorë u konë, ka këshyrë thpinë, ka këshyrë shpinë, ka këshyrë punë të vjeta. Që ka pas nevoj shpia, i ka kërin? Kur farë problemin në shpisë s'kom pas, heq.